Rubrika jone e horoskopit është e përditshme. Nga cili shtet jeni? Nga po na shihni? Nëse keni pyetje apo komente, mund t'i lini ato në fund të videos. Horoskopi datë 4 janar 2026, Dashi. Dita e sotme ju kërkon të drekoni maturinë e vendimet profesionale dhe financiare, sepse edhe pse dëshira për të vepruar shpejt është e fortë, rrethanat kërkojnë durim dhe strategji. Në punë mund të ndiheni të vëzhguar ose të testuar nga eprorët, ndaj është e rëndësishme të tregoni seriozitet dhe të mos reagoni emocionalisht ndaj kritikave, sepse kjo ju sjell përfitime afatgjata. Financat ka nevojë për kontroll të rrept, shmangni shpenzimet impulsive dhe fokusohuni tek prioritetet reale. Në jetën në çift, komunikimi i qetë dhe respekti për hapësirën e partnerit do të shmang tensione të panevojshme, ndërsa për beqarët dita sjell mundësi interesante për njohje përmes bisedave të thella dhe jo vetëm flirt sipërfaqësor. Shëndeti përmirësohet nëse i kushtoni vëmendje pushimit dhe ulni ngarkesën nervore, pasi trupi sinjalizon nevojë për balancë. Demi. 4 janari ju fton të ndërtoni stabilitet dhe të mos nxitoni në asnjë drejtim të jetës, sidomos kur bëhet fjalë për punën dhe financat. Në aspektin profesional, dita favorizon përqendrimin, organizimin dhe mbylljen e detyrave të mbetura pezull, gjë që ju sjell një ndjenjë sigurie dhe respekt nga të tjerët. Financiarisht është momenti i mirë për të rishikuar buxhetin dhe për të vendosur kufi të qartë në shpenzime, duke menduar më shumë për sigurinë afatgjat sesa kënaqësinë momentale. Në marrëdhëniet në çift, nevoja për stabilitet emocional është e fortë dhe dialogu i sinqert ndihmon në forcimin e mëtej të lidhjes. Për beqarët, dita favorizon njohje serioze, por vetëm nëse tregoheni të durueshëm. Shëndeti është i qëndrueshëm, por kërkon vëmendje ndaj ushqimit dhe ritmit të përditshëm, sepse lodhja e grumbulluar mund të ndikojë në humorin tuaj. Binjakët. Mendja juaj sot do të jetë aktive dhe e mbushur me ide, por sfida kryesore është përqendrimi në një drejtim të vetëm. Në punë, komunikimi është arma juaj më e fortë, por bëni kujdes të mos shpërndaheni në shumë çështje njëherësh, sepse kjo mund të ndikojë në efikasitet dhe vlerësimin financiar të punës suaj. Financat kërkojnë vendime të menduara mirë dhe shmangje të premtimeve që duken të paqarta. Në jetën sentimentale, çiftet kanë nevojë për më shumë kohë cilësore së bashku, ndërsa beqarët mund të përjetojnë një tërheqje të fortë mendore me dikë që ndan të njëjtat interesa. Shëndeti lidhet ngushtë me gjendjen nervore, pushimit, prandaj ajri i pastër dhe reduktimi i stresit janë thelbësor për ekuilibrin tuaj afatgjat. Gaforja. Dita e 4 janarit ju bën të ndjeshëm emocionalisht, por edhe shumë intuitiv, gjë që mund të jetë një avantazh nëse e përdorni me maturi. Në punë është e rëndësishme të mos e merrni çdo gjë personalisht nga e hëna, sepse disa situata do të jenë thjesht pjesë e dinamikës profesionale dhe jo një sulm ndaj jush. Financat kërkojnë kujdes, veçanërisht në shpenzimet që lidhen me familjen ose shtëpinë. Në marrëdhëniet në çift, nevoja për siguri emocionale do të rritet dhe një bisedë e hapur ju sjell qetësi, ndërsa beqarët mund të ndihen të tërhequr nga persona që ofrojnë ngrohtësi dhe stabilitet. Shëndeti përmirësohet nëse e respektoni ritmin tuaj biologjik, orarin e gjumit dhe pushimit dhe jepni vetes kohë për t'u çlodhur si fizikisht, ashtu edhe emocionalisht. Luani. Sot ndiheni të vetëdijshëm për rolin tuaj në punë dhe imazhin që doni të projektoni, ndaj është një ditë e mirë për të treguar profesionalizëm dhe përgjegjësi. Financat kërkojnë kontroll dhe shmangje të shpenzimeve për të bërë përshtypje, sepse vlera reale do të vijë nga qëndrueshmëria juaj. Në jetën në çift, dëshira për vëmendje duhet të shoqërohet me gatishmërinë tuaj për të dëgjuar partnerin ose partneren. Ndërsa për beqarët, një njohje e re mund të lindë në një ambient social ose profesional gjatë ditës së hënë. Shëndeti do të lidhet me menaxhimin e energjisë dhe stresit.
Aktiviteti fizik i moderuar, pushimi i rregullt dhe një gjumë i mirë do t'ju ndihmojnë të ruani ekuilibrin. E diela është për pushim, pasi e hëna do të nisë me shumë energji dhe një mal me punë për ju në shenjën e luanit. Vigjuresha. 4 janari ju gjen të fokusuar në detaje dhe përgjegjësi, gjë që ju ndihmon të esni përpara me qartësi dhe efikasitet. Financat do të përmirësohen sot nëse ju tregoheni realist dhe shmangni perfeksionizmin e tepruar që mund edhe t'ju lodh mendërisht. Në marrëdhëniet në çift, veprimet konkrete do të flasin më shumë se sa fjalët tuaja, ndërsa beqarët mund të tërhiqen nga persona të qetë dhe të besueshëm. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj sistemit tretës dhe pushimit mendor, pasi mbi ngarkesa mendore deri sot mund të ndikojnë në trup. Peshorja. Dita ju vë përballë nevojës për të gjetur ekuilibrin mes dëshirave personale dhe detyrimeve profesionale, duke ju kujtuar se harmonia e vërtet kërkon vendime të qarta. Bashkëpunimet dhe dialogu do të jenë çelësi i suksesit në punë, por duhet të shmangni hezitimin e tepërt për të nisur javën, pasi vonesat mund të ndikojnë në përfitimet tuaja financiare. Që të stabilizoni financa duhet të vendosni kufi të qartë dhe të mos i kënaqni të tjerët në kurriz të vetes suaj. Në jetën sentimentale, çiftet përjetojnë një nevojë të fortë për qetësi dhe mirëkuptim, ndaj një bisede sinqert mund të rregullojë tensione të vjetra. Për beqarët, dita sjell njohje që lindi natyrshëm përmes komunikimit dhe ndarjes së vlerave të përbashkëta. Shëndeti lidhet drejt për drejt me gjendjen tuaj emocionale, prandaj shmangni konfliktet dhe krijoni hapësirë për relaks, që të ruani balancën që kërkoni në jetë dhe në punë. Akrepi. 4 janari ju sjell intensitet të lartë emocional dhe profesional, duke ju nxitur të thelloheni në çështje që kërkojnë përkushtim dhe strategji afatgjatë. Në punë është e rëndësishme të fokusoni te qëllimet reale që doni të vendosni për javën në vijim, dhe të mos shpërndani energjinë në rivalitete apo lojra pushteti që nuk ju sjellin asnjë përfitim konkret. Financat kërkojnë një analizë të thellë dhe kujdes në nënshkrimin e marrëveshjeve të reja, pasi një detaj i vogël mund të ketë ndikim të madh më vonë. Në marrëdhëniet në çift, pasioni dhe intensiteti rriten, por kërkohet transparencë emocionale për të shmangur xhelozinë apo keqkuptimet. Për beqarët, një lidhje e thellë mund të lindë papritur, por vetëm nëse jeni gati të hapeni emocionalisht. Shëndeti do të kërkojë balancë mes tensionit dhe pushimit, sepse lodhja e akumuluar mund të shfaqet në formë stresi ose pagjumësie për akrepin. Shiqetari. Kjo ditë ju nxit të shikoni përtej rutinës, por njëkohësisht ju kujton se çdo hap përpara kërkon një bazë të fortë. Në punë, idetë dhe vizioni juaj janë të vlefshme, por duhet të shoqërohen me plan konkret dhe disiplinë, përndryshe rrezikojnë të mbeten vetëm dëshira. Financat kërkojnë kujdes, sidomos në shpenzimet që lidhen me udhëtime, projekte të reja ose investime impulsive. Në jetën në çift, nevoja për liri dhe spontanitet duhet të balancohet me përgjegjësinë, ndërsa për beqarët, dita sot favorizon njohje që lindjen jashtë rutinës suaj së zakonshme, por kërkojnë kohë për të konsoliduar. Shëndeti përmirësohet nëse e kanalizoni energjinë në aktivitete fizike dhe shmangni teprimin, sepse entuziazmi i tepërt mund t'ju çojë në mbilodhje. Bricjapi. 4 janari është një ditë serioze dhe vendimtare për bricjapin. Puna dhe përgjegjësi do të zënë një vend qendror në bisedat tuaja. Në aspektin profesional, përkushtimi dhe disiplina ju kanë ndihmuar të ndërtoni themele të forta për një stabilitet afatgjatë, ndërsa financat do të kërkojnë planifikim dhe shmangje të rreziqeve të panevojshme. Në marrëdhëniet në çift, siguria dhe planifikimi i së ardhmes bashk do t'ju forcojnë më tej lidhjen, ndërsa për beqarët, dita favorizon njohje me persona të pjekur emocionalisht dhe shumë të qëndrueshëm.
Shëndeti kërkon menaxhim të lodhjes dhe respektim të kufive tuaj fizik, sepse mbi ngarkesa e vazhdueshme edhe pas festave mund ju ndikojnë në mirëqenien afatgjat. Është koha për të bërë pushim të vërtet. Ujori. Dita e sotme ju sjell ide të reja dhe dëshirë për ndryshime rrënjësore e thelbësore rreth jush, por kërkon përgjegjësi në zbatimin e këtyre planeve në mënyrë konkrete. Në punë, bashkëpunimet do të rriten, rrjetet sociale mund t'ju hapin dyert të reja në javën në vijim, por financat nga ana tjetër do të kërkojnë kontroll dhe shmangje të rreziqeve të panevojshme apo shpenzimeve për të tjerët. Në dashuri, çiftet do të përfitojnë shumë nga komunikimi i hapur dhe ndarja e një vizioni të përbashkët mes tyre. Nga ana tjetër, beqarët do të tërhiqen nga njohje jo tradicionale që do t'ju stimulojnë mendjen dhe do t'i bëjnë të ndihen shumë kurioz. Shëndeti do të lidhet me ekuilibrin mendor, prandaj është shumë e rëndësishme që sot të gjeni kohë për qetësi, aktivitete të lehta fizike, një gjumë të mirë dhe reflektim të thellë mbi atë që keni bërë vitin e kaluar dhe doni të bëni në vijim. Peshqit. Dita ju fton të jeni praktik dhe të vendosni kufi të qartë në jetën profesionale dhe financiare, edhe pse natyra juaj emocionale shpesh ju shtyn drejt idealizimit. Në punë kërkohet përqendrim dhe përgjegjësi, sepse çdo neglizhencë mund të sjellë vonesa ose keqkuptime. Financat kërkojnë vëmendje dhe shmangje të vendimeve të paqarta. Në marrëdhëniet në çift, sinqeriteti dhe ndarja e ndjenjave reale ju sjell qetësi, ndërsa për beqarët dita kërkon durim dhe zgjedhje të vetëdijshme. Shëndeti përmirësohet nëse respektoni rutinën, pushimin dhe nevojat që po ju shpreh trupi juaj. Është koha të bëni një pushim të vërtet dhe t'i lini gjërat të rrjedhin në mënyrë të natyrshme. Për të ndjekur horoskopin e ditës së sotme, shikoni videot tona të rubrikës Horoskopi Ditor. Faleminderit që na ndiqni. Bëni like, share dhe subscribe.